Analisti dhe publicisti i njohur Alfred Cako në një intervistë për CNA TV me gazetarin Elvi Fundo ka bërë paralajmërime të forta mbi ndryshimet e pritshme në skenën politike shqiptare. Sipas tij, kryeministri Edi Rama ndodhet në një situatë të vështirë dhe në konflikt të hapur, ndërsa skenari politik parashikon ndryshime rrënjësore. Cako tha se brenda muajit tetor do të mbahet një kongres i Partisë Socialiste për shkarkimin e Edi Ramës nga drejtimi i kësaj force politike, ku sipas tij drejtimin pritet ta marrë Elisa Spiropali. Edi Rama ka dy kundërshtarë tash. Dhe është në rrezik të madh që të bjerë dhe ne mendojmë që do bjerë. Ti mendon që do bjerë shpejt? Po. Kur mendon se do bjerë? Sepse ti je njëri që jep shpesh afat. Unë them deri më 20 tetor do të ketë një marrëveshje të madhe ku do të jenë 4 palë në bisedime. Do të jenë PS-ja e cila do të bëjë një kongres të menjëhershëm për shkarkimin e Ramës pasi ai t'i jap dorëheqje dhe mund të vendoset një mjaftiste që janë akoma më tegër në agjendat e Soros. Kush mund të jetë? Spiropali, mendoj unë që do të jetë, që është një mjaftiste. Pra Partia Socialiste e merr Spiropalin në qoftë se i kështu e mendoj, po. Dhe e keni parë ju ato statuset e përsosura që edhe kjo? Ato nuk janë mendja e Spiropalit, ato janë mendja e Sorosianëve. Po ti shikosh ato janë të përsosura postimet e kësaj. Nuk ka mend Spiropalit të edhe ato lloj statuse. Pra ti thua që Spiropali dhe pikërisht sepse është zgjedhura, është pikërisht kjo, po pse kjo sepse është zgjedhura e mjaftit dhe Sorosit. E mjaftit, e Sorosit dhe sionistëve. Dhe gjermanëve. Po e marr vesh. Të cilët janë në tundrën e sionistëve, qeveria gjermane, e sotmja, mazhoranca. Dhe kjo plotson shumë kritere. Ndërkohë, në rast të ndryshimeve të mëdha, ai pretendon se drejtimi i Partisë Demokratike mund t'i kalojë Gazmend Bardhit, ndërsa skenarët afatgjatë përfshin figura të tjera publike në pozicione kyçe drejtuese. Këta synojnë këta, Sorosi, që të kap dhe pjesën e opozitës, e cila nuk ka lejuar që Sorosi të merrte gjithë tortën ose pra në fermën shqiptare të kafshëve është një luan që është Sorosi. Po është dhe një hienë e vogël që kërkon dhe ajo pjesën e saj që është PD-ja. Këta tash ky Rama ju futi një luan tjetër në fermë që Sorosi nuk e pranon. Ju futi familjen Trump dhe sionistët. Këtu filloi lufta, o largo luanin dhe liro Veliajn, që është njeriu im pasardhësiot, më besnik, ashtu, ose bashkë kemi luftë, dhe ka filluar lufta. Ata që janë ke mikrofoni, se këta janë mjeshtra. Sorosi ka stërvitur disa njerëz të tij, siç është një Batnika, atje një Goc me burrin e vet, një Edison Lika, në mbrapa skenësh ideologu i tyre që duan ta bëjnë president, që është Fatos Lubonja, kryeministër duan të bëjnë Arlind Qorin, atë që është luftari më i madh kundër këtyre të pasurve, do ta bëjmë Shqipërinë komuniste, ashtu siç ka thënë Klaus Schwabi, të gjithë do jetoni të lumtur, por nuk do të keni asnjë pronë dhe të jetë kryeministër ky Arlind Qori dhe president të jetë ideologu kryesori Sorosit, të jetë Fatos Lubonja. Ai do vi Sorosi këtu dhe do bisedoj me Berishën qofse bie Rama. Edhe do t'i thot, lëshoj tëra dhe mbaj të tëra. Në çfarë kuptim? Lësho PD-n dhe mbaj të tjera. Çfarë ke? Po, bizneset po në thallë. Po, të gjitha problemet e tjera nuk do kesh më probleme me Spakun. Dhe këta tash do përpiqen që PD-n t'i japin një njeriu të tyre si Gazmend Bardhi për shembull. E shikon të pamundur që të bëhet Gjeni Karaj kryeministre shumë shpejt? Ja, Gjeni Karaj s'ka shans të bëhet as. Shumë mendon ti? Mendoj unë. Po kjo skem Gjeni Karajin do ta kesh kryeministre brenda 3 vjetëve. Ata kanë punë të tyre me organizatat e tyre. Gjatë së njëjtës intervistë, Cako ka bërë publike nisjen e një nisme të re qytetare. Në 29 gusht në orën 10, te amfiteatri në kryeqytet do të zyrtarizohet krijimi i lëvizjes Shqipëria e shqiptarëve. Qëllimi i kësaj platforme është organizimi i veprimeve për periudhën e vjeshtës, ku pas synimit për rrëzimin e qeverisë, nisma parashikon krijimin e një asambleje kushtetuese për ngritjen e një qeverie teknike, ku Cako deklaron se do të jetë thjesht mbështetës. Ditën e shtunë, në orën 10 që t'jetë qik freskët, kush i thot bukës bukë dhe ujë të ujë, është
kundër sistemit keqeverisjes të këtyre 35 vjetëve, të vi dhe të mblidhen atje për të krijuar një platformë për përmbysjen e qeverisë Rama. Shiko si ka kata ndisur. Rama nuk bie me Rama të lutem largoju këto me çan këto me ato pelikanët. Kjo është lëvizja Shqipëria e shqiptarëve. Pra jo Shqipëria e Soros. Soros i bëri një rilindjen e parë, e shkatroi Shqipërinë, depopulloi dhe ka bërë gjithë këto gjëra që sot njerëzit janë aq të pakënaqur, që mos i zëmë radhë të gjithat për shkak të kohës. Dhe ne duhet të gjithë të grumbullohemi me mosbindje civile, me rrugë që do përdorim. Pra do krijohet lëvizja që quhet Shqipëria e shqiptarëve aty dhe do ngrihet një platformë thelbësore se si do veprohet për të rrëzuar gjatë muajit shtator dhe tetor. Me këta Sorosianët që zihen brenda llojit me Ramën, ne do të bashkëpunojmë sepse interesi tonë është të argëzojmë Ramën, por ne duhet të përfitojmë dhe mbas rrëzimit të Ramës dhe krijimit në qoftë se ka shkruar Zoti dhe unë mendoj që do të ndodh, krijimit të një qeverie teknike, duke mos e lejuar vendin të kalojë në kaos, drejt krijimit të një asamblee kushtetuese të përkohshme e cila të rregullojë kushtetutën. Ne duhet të krijojmë ne patriotët, ku jam edhe unë një nga votuesit, jo organizatorët, jo drejtuesit, asnjëherë nuk do të jem, nuk e bëj për ndonjë agjendë personale që ta kuptojnë këta patriotët e tjerë që nuk e kuptojnë pse po i bëjnë këtë lëvizje, nga ignoranca që se sa rin do të më kuptojnë, të mblidhemi dhe këta vetë të marrin në dorë frenat e atë dhe unë dojmë thjesht një mbështetës i tyre. Ai ka hedhur akuza mbi organizimin dhe financimin e protestave aktuale, duke përmendur emra konkret të përfshirë në financime dhe mbështetje. Bahet si një nga njerëzit kryesorë të protestës, flamurtari i saj, ndërkohë që jo, ky s'është kryesori, ky është përmbaruesi. Përmbaruesi që ka kryesor atëherë te tribuna. Shpesh të kam dëgjuar që mban Gent Progni mban bodyguard. Po. Rrethon mikrofonin. Po, mban 25 bodyguard. Janë 25 bodyguard. Me çfarë para paguajnë këta njerëz? Kush i paguan? Ata i paguan Nga informacionet i paguan bankieri i këtyre lëvizjeve që është Lisandër Saraçi. Kush është Lisandër Saraçi? Është një Sorosian atje që punon ke Raiffeisen Bank dhe pas këtij. Po, dhe ai mbështet këto agjendat e LGTB-ve. Se është e çuditshme. Si më shpjegon Gent Progri, Malson nga Tropoja, LGBTQ-t dhe Hoxha bashk. Kush Hoxha? Hoxha dalin ca hoxhallar pas atje në protestë. Bashkë me LGBT-t, muslimanët janë të ndarë në fakt atje. Janë këta të namazgjaz, që është xhamia e madhe këtu, janë dhe ata të Mexhlisit që janë atje ke Don Boscoja atje, ke xhamia. Njëra palë mbështet këta LGTB-t, ku aty përfshihet edhe një miku im që është e çuditshme çfarë lidh me këta, që është ky Dritan Goxha, që është miku im, dhe që kam shumë respekt dhe është njeri që po ka lojtur, këta e kanë shfrytzuar një lloj si Ymer Dishnicën dhe Mustafa Gjinishin dikur Enver Hoxha. Gjithashtu diskutuan mbi performancën e ministrave dhe zyrtarëve të lartë, përfshirë Blendi Gonxhen, për të cilin i kërkoi Spakut që ta ketë në fokus. Kur erdhi atje, erdhi dhe ne e pam aty dhe hyri mes ne studentëve të qytetit Studenti, hyri nga jashtë, ne nuk e njihnim se kush ishte dhe ishte çik kaotik, po përpiqesh të jepte aty ndonjë ide, ndonjë mendim, ndonjë kështu, po ne na u duk një çik i papjekur. Mua më duk si aguridhe kështu kur fliste, jepte ca teza, ca gjëra kështu. Megjithatë, e shikoni me simpati për faktin që erdhi nga Tiranësi do u përfshi atje me ne. Tash se çfarë mund të ketë ndodhur, mbrapa s'ken. Ka qenë ka ardhur me vullnetin e vet personal, apo e kanë dërguar apo kështu. Si dërguar në nuk mund të di të them ndonjë gjë. Me kalimin e kohës ky u përfshi me Ramën, ka pasur lidhje personale me ta, ajo e bëri nën kryetar bashkie dhe Rama kërkonte të ndërtonte brenda liçenit dhe në një moment si Ponc Pilati lavi duart nga ky akt i rëndë që u përmbyt liçeni dhe këtu u përfshi Blendi Gonxha. Mirë po ne
është dhe një merita ime, aty që kam, e them me modesti, por edhe Ridvan Bodja, që ka qenë sekretari përgjithshëm i PD-s, këmëngulli ke Berisha për të bërë interpelancë me kryetarën e bashkisë për të thirrur që ngrit në ato komisionet atyre që ai dinte flise me ortopalante dhe nga i akuzuar. Në momentin që u përmbyt kjo, Tirana nga liçeni, Rama ishte në Kin. Dhe e ka bërë apostafata ditë që ishte në Kin, e bëri këtë në qofse populli dhe opozita do të rinin neshtje, se unë kam qenë deputet në opozit, ky do të vazhdonte me ndërtimet brenda liçenit dhe sot po mos kishin bërë në atë reagimin, sot gjithë liçeni do ishte me pallate. Unë kështu e mendoj. Gojët e Liga flisin që ky ndërtonte edhe në Spanjë, nuk e di sa është e vërtet. Se këto do t'i shoh spaku pastaj. Pastaj u rikthye dhe Rama e ka shumë besnik dhe e ka vendosur në vende ku ka lek. Drejtori i patentave, pastaj ku e di unë 2-3 ministri, është një njeri besnik i këtyre, është agresiv kundër protestuesve dhe sigurisht duhet të jetë një target edhe i spakut në momentin që këta do të bien nga... Pse jo tani sa janë në karrige? Po, edhe tashi, po në qoftë se bien, qeveritë e reja që do të vinë, duhet të investigojnë dosjet e këtij atje kur të shkojnë, dhe në qoftë se ky ka bërë zullume ashtu siç mendojmë ne, sigurisht që duhet i drejtohen spakut. Cako foli edhe për pandeminë e COVID-19 dhe bindjen e tij se ishte e planifikuar. Të pandemisë nuk ka pasur pandemi, pandemia është nga Zoti që krijohet, kolera për shembull, ose kurse kjo ishte një pandemi, kjo idheshe nga ajri, helm, antraks. Po të kam dëgjuar shpesh në formë rresh. Natën i idheshin, kur vinin këto freskuse, to ishin edhe këto me antraks, dhe ka pasur një njeri në Shqipëri ka që një deputet me iniciale Tesha, se na edhi ndonjë gjyq, i cili shkonte dhe interesoheshen në qendrat e mëdha të biznesit, i the antraks në këto... Nuk besoj që është Eduard Çak. Jo, atë e ti, unë stazhe. Ai paralajmëron një vjesht jashtëzakonisht të nxehtë politike, ku lëvizjet e reja, zhvillimet brenda partive, përfshirë edhe qëndrimet e tij, pritet të jenë në qendër të vëmendjes publike dhe debateve në muajt e ardhshëm.